Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama deklaron se Arkmorti në protestë dëshmon planet për të frenuar antarësimin në Shqipëri. Qeveria po mban shënim problemet reale të qytetarëve. Gjykata penale liron protestuesit e arrestuar në tubimin e dy korrikut para parlamentit, u akuzuan për dhun ndaj forcave të policisë dhe shkatërim prone. Marina Oriku mirëpret regatën ndërkombëtare Brindisi Vlorë. Në garë morën pjesë 50 varka me vela dhe qindra velist, ndahen çmime për fituesit. Temperaturat e larta favorizuan zjarret që shpërthyen në dy vatra në Fier dhe Lezhë. Flakët masive shkrumbuan sipërfaqe të mëdha me ullishte e bimësi. 23 site dhe muzeri jetësohen pas dëmtimeve që pësuan nga tërmeti i vitit 2019. Investimet kanë sjellë standarde të reja në shërbimin ndaj vizitorëve. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Një ditë pas protestës kombëtare, kryeministri Rama tha se Arkmorti në tubim ishte simboli i përpjekjeve për të frenuar antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Rama sulmoi edhe grupet nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut që u bashkuan protestës, duke thënë se ato kanë urrëtie ndaj Tiranës zyrtare. Nga ana tjetër, kryeministri siguroi se qeveria po mban shënim problemet reale që ngrenë qytetarët. Kryeministri Edi Rama komentoi arkivolin që protestuesit quan mbrëmjen e së shtunës para godinës së qeverisë, duke hequr paralele me ngjarjen e shtatorit vitit 1998, kur protestuesit dhe opozitës në shenjë revolte ndaj vrasjes së Azem Ajdarit quan Arkmortin e tij tek dera e kryeministrisë. Rama shfrytëzoi këtë gjest të protestuesve për të thënë qytetarëve se kjo nuk është më protesta e tyre, e se forca të ndryshme po përpiqen të bllokojnë rrugën e Shqipërisë drejt BE-s. Sigurisht që ato duar e ato forca që janë përzierë në çorbën e Arkmortit nuk e kontrollojnë njëra tjetrën apo më saktë kanë papajtueshmëri ekstreme mes njëra tjetrës. Por asnjë papajtueshmëri s'ka rëndësi sot për to, sepse sot i bashkon disa me vedije e shumë të tjerë qorazi, qëllimi i errët për ta ndalur Shqipërinë dhe kthyer së prapthi mu në kilometrat e fundit të rrugës shumë shekullore drejt diellit që lind ku perëndon. Kryeministri Rama sulmoi edhe shqiptarët e Kosovës e Maqedonisë së Veriut, të cilët sipas tij po shfrytëzojnë protestën e qytetarëve. E kur ju nisët të shtektoni nga bulevardi duke krijuar boshllëqe për fotografit 200 mishe të medias ndërkombëtare, u mobilizuan edhe çaketë të diasporës nga Prishtina e nga Tetova, të cilët panë në bulevard vatrën e shumë pritur për benzinën e tyre të urrëties ndaj Tiranës zyrtare, ku s'kan gjetur dhe s'kan për të gjetur asnjë hapësirë për të zhvilluar deliret e tyre nacional folklorike, sepse Tirana është kryeqyteti i Europës së Ballkanit, jo kryeqeleshe iluzionesh nacional komuniste, nacional islamiste apo nacional izolacioniste. Më herët, kryeministri Edi Rama shfrytëzoi komunikimin e përjavshëm për të çuar mesazhin protestuesve se qeveria po i dëgjon kërkesat e tyre. Unë jam shumë i vëmendshëm dhe një ekip i tërë po dëgjon me shumë vëmendje gjithçka që duhet dëgjuar nga protesta e bulevardit, e cila ka dy shtresa, ujin e rrjedhshëm të gjithë atyre që dolën sinqerisht dhe që janë sinqerisht të shqetësuar apo që kanë halle reale, dhe korja e zezë e gjithë dështak zemrakëve të ardhur nga gjitha rrugët e jetës. Prej më shumë se një muaj, qytetarët po protestojnë para godinës së kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama e krijimin e një qeverie teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. 17 protestues janë lënë të lirë nga Gjykata Penale e Tiranës, ndërsa 2 të tjerë do të qëndrojnë në arrest shtëpie. Ata u akuzuan për aktet e dhunës në tubimi para parlamentit, ku pati përplasje fizike me policinë, si dhe shkatërim të pronës publike. Gjykata Penale e Tiranës ka liruar 19 protestuesit e ndaluar pas protestës së dy korrikut para parlamentit. Për 2 prej tyre, Everest Bardhin dhe Ervin Gegën, është caktuar masa sigurisë të arrest në shtëpi. Për 12 protestues është vendosur masa detyrim paraqitje, ndërsa 5 të tjerë janë lënë të lirë pa masë sigurie.
Protestuesit u akuzuan për 7 vepra penale, shkatërrim prone, kundërshtim të punonjësit të policisë, goditje për shkak të detyrës, prishje të rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullim me manifestime të palishme, mosbindje ndaj urdhrit të lishëm të policisë, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve. Ndërkohë, më herët gjatë ditës para seancës gjyqësore, 10 qytetarë u mblodhën para gjykatës penale të Tiranës në mbështetje të arrestuarve. Protesta e 2 korrikut para parlamentit ishte e para zhvilluar gjatë këtij muaji dhe u shoqërua me përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Policia e Tiranës ka nisur hetimet në lidhje me sulmet e protestuesve ndaj godinës komisariatit nr. 3 në kryeqytet. Pas përfundimit të fjalimeve të protestës mbarkombëtare që u zhvillua pas ditën e të shtunës, një grup të rinj mblodhën përpara komisariatit ku kërkuan lirimin e 19 arrestuarve në lidhje me dhunën e shkaktuar para parlamentit në datën 2 korrik. Disa persona të maskuar, të pajisur me gur dhe sende të forta, goditën ambientet e komisariatit duke shkaktuar dëme materiale. Ata thyen xhamat, shkatruan derën dhe prishën sallën pritëse të godinës policore. Reagimi i policisë ishte i menjëhershëm. Efektivët krijuan një kordon sigurie dhe përdorën ujë për të larguar protestuesit. Protesta e 4 korrikut sipas Berishës tregoi se populli nuk e do më qeverinë e Edi Ramës. Lideri demokrat tha se prania e madhe e qytetarëve në bulevard dëshmoi funeralin politik të kryeministrit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti protestuesit duke theksuar se ata nëpërmjet simbolikës organizuan funeralin politik të kryeministrit Edi Rama. Në një mesazh në rrjetet sociale, Berisha deklaroi se tubimi i 4 korrikut është i ngjashëm atë të 20 shkurtit të vitit 1991, kur qytetarët e Tiranës rrëzuan monumentin e diktatorit Enver Hoxha. Mbrëm, qindra mijëra protestues përmbysën para zyrave të tij shtatorën e narkodiktatorit Edi Rama dhe i organizuan me simbolizma funeralin e tij politik. Berisha akuzoi kryeministrin Rama se po sulmon protestën e qytetarëve. Sot, në vend të dorëheqjes, Edi Rama u rrek përsëri të provoj apo të reklamoj suksese dhe të anatemoj protestën e qytetarëve. A i foli për një kore të zezë dhe ujrat që rrjedhin ndër të. Në të vërtetë, mbrëm në Tiranë ishte deti i ujrave të pastërta të popullit shqiptar që kërkon largimin e kreut të Meduzës dhe qeverisë tij kriminale, organizatë kriminale. A i foli për një korrje të zezë dhe ujrat që rrjedhin ndër të. Berisha përsëriti se mbështet kërkesat e protestuesve duke i bërthirrje kryeministrit Rama të japë dorëheqjen. Për të 36-ën ditë radhazi, qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur në sheshin Skënderbej, ku më pas ka nisur dhe marshimi drejt kryeministrisë. Pas mbërritjes përballë selisë së qeverisë, protestuesit përsëritën kërkesat e tyre, ku më kryesorja mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Pas tubimit, protestuesit pritet i drejtohen sërish marshimit në disa prej akseve kryesore të kryeqytetit. Ndërkohë, kryeministri Rama është shprehur i hapur për dialog, por ka nënvizuar se nuk do të japë dorëheqjen. Një zjarr masiv përfshiu një tokë të mbjellë me ullinj në Fier, duke shkaktuar dëme të mëdha. Edhe në Lezhë, një vatër zjarri është shfaqur pranë plazhit të Tales, e përpasoj është djegur një sipërfaqe e madhe me pemë të shkura. Flakët e rëna më herët në një sipërfaqe me ullishte në zonën e Drizës, në Fier, janë afruar pranë zonës së banuar të fshatit. Mbrojtja civile pranë prefekturës së Fierit bën me dije se përveç forcave në terren ka nisur ndërhyrja edhe nga ajri me një helikopter. Në terren po operojnë 10 mjete zjarfikse dhe rreth 50 efektiv të cilët janë angazhuar në përballimin e flakëve me prioritet mbrojtjen e banesave. Ndërkohë zjarri ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në stacionin kryesor të furnizimit me ujë të qytetit të Fierit. Operacioneve u janë bashkuar edhe banorët e zonës, të cilët po ndihmojnë zjarfiksit me mjete rrethanore.
Ndërkohë zjarri i shfaqur në zonën e Kallamisht pranë plazhit të Tales po shkon drejt normalizimit, sipas drejtorisë së shërbimeve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Ne kemi bërë të mundur që deri në këtë moment që flasim, nuk kemi asnjë biznes të dëmtuar, asnjë objekt të dëmtuar, pra as në njerëz, kështu që po vazhdojmë ta mbajmë në kontroll duke bërë të mundur evitimin atë fikën e vatave të zjarrit. Në zonë ndodhen edhe disa struktura turistike dhe shërbimi. Për këtë arsye, ekipet zjarfikse janë vendosur në gatishmëri pranë tyre për të ndërhyrë menjëherë në rast se flakët avancojnë. 50 varka me vela morën pjesë në edicionin e radhës të regatës ndërkombëtare Brindisi Vlorë. Qindra velist garuan nga brigjet italiane drejt Marina Aurikum në një udhëtim të mbushur me emocione dhe adrenalin. Gjatë një ceremonie të posaçme janë ndarë çmimet për fituesit, ndërsa Marina Aurikum është konfirmuar si një destinacion unik i nautikës dhe vlerës spikator për turizmin shqiptar. Marina Aurikum u kthye edhe këtë vit në portën mikpritse të një prej eventeve më prestigjioze të lundrimit në mesdheun lindor. Në datat 3 dhe 4 korrik, regata ndërkombëtare Brindisi Vlorë solli në brigjet shqiptare 50 varka me vela dhe rreth 600 velist, duke shndruar gjirin e Vlorës në ngjarjen të sportit, turizmit dhe bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Italisë. E organizuar nga Lega Navale Italiana dhe seksioni i Barit, regata përshkoi rreth 70 milje detare nga Brindisi drejt Vlorës, duke konfirmuar edhe një herë traditën që prej vitesh forcon lidhjet mes Italisë dhe Shqipërisë përmes sportit, turizmit dhe kulturës detare. È una edizione speciale, la 15ª edizione, sono numeri importanti. Është një edicion i veçantë, i 15 në radhë. Janë shifra domethënëse që tregojnë gjithnjë më qartë se sa e rëndësishme është kjo regatë. Këtë vit u regjistruan 47 pjesëmarrës, por era bëri pjesën e saj, pasi edhe era dhe deti friksuan disa ekuipazhe, të cilat u detyruan të tërhiqeshin në nisje. Megjithatë, në fund mbërritën 36 ekuipazhe dhe pati shumë konkurrencë. Ky ishte një edicion i veçantë edhe për kohën që u desh fituesi të arrinte në finish, pak më shumë se 5 orë. Një rezultat që përbën një ngjarje të rëndësishme. Brindisi Valona, 15ª edizione della regata, la regata del Grande Salento. Brindisi Vlorë, edicioni i 15 i regatës, regata e Grande Salentos, çfarë të them, është diçka e mrekullueshme. Kemi arritur në edicionin e 15 dhe kjo do të thotë se lidhja që është krijuar vazhdon, ekziston dhe ecën përpara. Nuk mund të ketë sport më të bukur se vela për të përfaqësuar miqësinë dhe afërsinë mes këtyre dy brigjeve të detit ton, midis Shqipërisë dhe Italisë, midis Puljas dhe Vlorës. Në mbrëmje u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimeve me velistët që u ngjitën njëri pas tjetrit për të marrë në duar trofet mes duar trokitjesh për spektaklin e dhuruar. I pranishëm në këtë event ishte edhe ministri Gonxha, i cili tha se shumë shpejt mund të ketë edhe një regatë Brindisi Vlorë Sarand. Non solo rispettare la tradizione del Brindisi Valona, Jo vetëm të respektojmë traditën e regatës Brindisi Vlorë duke i afruar edhe më shumë dy brigjet, por edhe të mendojmë për një regatë Brindisi Vlorë Sarand dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt. Do t'ju presim me të njëjtin entuziazëm në kushte që së shpejti do t'jem pjesë e një zhvillimi të ri të këtij grupi që punon për këtë marinë. Turizëm, kulturë dhe sport. Këtë e thot edhe vetë emri i ministrisë, ndaj nuk ka nevojë për asnjë përkthim. Jemi shumë të lumtur dhe krenar që jemi këtu dhe që jemi bashkë. Pas ndarjes së çmimeve vijoi mbrëmja festive për velistët dhe të ftuarit. Në skenë u ngjitën dy emra të njohur të muzikës shqiptare, Kastrio Tusha dhe Ardian Trebicka, si të ftuar special që interpretuan për sportistët, vizitorët dhe komunitetin e lundrimit. Për Marina Aurikum, aktivitetet të tilla forcojnë pozicionimin e saj si një destinacion që ofron më shumë se peizazh dhe infrastrukturë moderne. Marina Aurikum tashmë është bërë destinacion modern i nautikës shqiptare, duke konfirmuar edhe një herë rolin e saj si qendra pritse e këtij eventi me rëndësi ndërkombëtare. Gjiret e Karaburunit edhe këtë verë po tërheqin shumë turistë të huaj. Ata eksplorojnë plazhe dhe pyjet duke vlerësuar bukuritë që ka zona. Të shumt janë turistët që çdo ditë zgjedhin plazhet e Vlorës, por edhe destinacionet natyrore përreth saj. Një prej tyre është parku detar Karaburun Sazan, ku 10 njerëz nisen me mjete lundruese për të eksploruar gjiret dhe bukuritë e zonës. Turistët shprehen të mahnitur nga natyra e paprekur dhe peizazhet e mrekullueshme të parkut detar.
Të pyetur për protestat që po zhvillohen në Tiranë, ata thanë se ishin informuar, por I konsideruan ato një fenomen normal. Da Milano, Italia. Unë vjen nga Milano, Vlora është shumë e bukur. E gjithë Shqipëria në fakt. Një det kaq I bukur, njerëz fantastik dhe ushqim shumë I mirë. Kemi dëgjuar për protestat që po zhvillohen dhe as pak nuk na stepin, pasi dhe ne në Itali kemi të tilla dhe çdo gjë duket paqësore. Bello, molto bello, dai. Shumë bukur natyra juaj, jeni njerëz shumë të dashur, po shijojmë çdo gjë. Kemi dëgjuar për protestat e na vjen keq, por të tilla kemi edhe në vendin tonë. Është normale. Shumica prej turistëve pohuan se do të rikthehen sërish për të vizituar Vlorën dhe Bregdetin shqiptar. Fermerët në Fier ankohen për mungesën e tregut për shalqinjt. Prodhimi sipas tyre është I lartë, por ai ka mbetur në fushë duke u sjellë dëme të mëdha financiare. Qindra ton shalqinj rrezikojnë të mbeten pa u tregtuar në frakull të Fierit. Mungesa e tregut dhe bllokimi I eksporteve kanë lënë prodhimin në ara, ndërsa fermerët thonë se po përballen me humbje të mëdha dhe rrezik falimentimi. Si vjet sipas shenjave që po vijnë, shumë keq situata. Eksporti s'po punon fare, që të heqi, sa do ai tregu branshut, një sasi të vogël, kurse eksporti heq goxha. Fermerët pohojnë se kanë investuar me kredi dhe se pa treg për prodhimin, rrezikojnë të falimentojnë. Sipas tyre, nëse situata nuk ndryshon, do të detyrohen të hedhin prodhimin. Ja dhe po domatja e njëjta gjë, s'po ecën, s'ka çmim, çdo gjë. Çfarë bëjmë? Hedhim lek kot në xhepi, po punojmë si familje këtu dhe gjë s'po nxjerrim. Brenda një jave të djeg dielli gjithë komplet. Po s'punoj eksporti, që t'i eksport. Fermerët kërkojnë ndërhyrje dhe mbështetje për bujqësinë, në të kundërt, paralajmërojnë se shumë familje do të braktisin tokën, pasi nuk mund të përballojnë më kostot e prodhimit. Njëzet site të trashëgimisë kulturore si dhe muze që u dëmtuan nga tërmeti I vitit 2019 tashmë janë restauruar plotësisht. Programi I mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian ka sjellë standarde të reja në shërbimin ndaj vizitorëve. Nga monumentet të dëmtuara dhe të mbyllura për publikum pas tërmetit të nëntorit të 2019-s, në hapësira që mirëpresin sërish vizitorët. Pas gati 6 vitesh ndërhyrje restauruese, 23 site të trashëgimisë kulturore shqiptare janë rikthyer në funksion, duke shënuar për mbylljen e një prej investimeve më të mëdha të Bashkimit Evropian për kulturën në Shqipëri. Programi EU for Culture ka bërë të mundur restaurimin e objekteve të dëmtuara nga tërmeti, mes tyre mozaiku I Muzeut Historik Kombëtar, Teatri Kombëtar I Kukullave, Arkivi Qendror Shtetëror I Filmit dhe Qendra Sotir Kolea, si dhe një sër muzeumesh, kalashe monumentesh në Durrës, Bashtove Kavaj. Për çdo ndërhyrje është synuar ruajtja e identitetit historik të objekteve. Secili prej tyre kishte sfida të ndryshme, për shembull, për mozaikun në Tiranë ne kontaktuam autorët që e krijuan atë për të pyetur se si e kishin realizuar dhe I blem teserat nga një furrë në Venecia, e cila ishte e njëjta që kishte prodhuar teserat në vitin 1981. Përveç restaurimit fizik, monumentet janë pajisur me element multimedial, guida në disa gjuhë dhe forma të reja interpretimi, duke e bërë vizitën më të pasur për publikun. Ajo që u bë ishte që kudo ku ishte e mundur të përmirësoj përvoja e vizitorëve, për shembull, përmes multimedias, guidave në disa gjuhë dhe aktiviteteve interaktive që tërheqin familje të rinj, turistët dhe vizitorët, duke I bërë ata më të interesuar dhe më të informuar për historinë e pasur kulturore të Shqipërisë. Restaurimi I këtyre monumenteve nuk ka ruajtur vetëm historinë, por ka krijuar edhe mundësi të reja për turizmin kulturor, ekonominë vendore dhe zhvillimin e jetës artistike në qytetet ku ato ndodhen. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.